Muhamet Lika kishte ndjerë se diçka e keqe do të ndodhte. Pikërisht këtu, policia gjeti 4 gëzhojat rreth 14 minuta pas rastit u kthye në vendin e ngjarjes. Ata u takuan me njëri tjetrin pavarësisht në vendin ku aktualisht jemi. Nga analizimi i telefonave të akuzuarve është vlerësuar se ekziston mundësia që disa përfshirës në grupe ekstremiste përfshiren dhe ISIS-in. Një prill i vitit 2025 ishte fatal për policin Muhamet Lika. Rreth 7 minuta para se ai të qellohej me armë zjarri, Haki Bela doli nga lokali i tij, cilin po e shihni prapa krave të mi, dhe u nis në drejtim të stacionit të policisë, i cili gjendet këtu pranë. Sipas akuzës, Bela këtë bëri me qëllim, pasi që pas pak minutash, polici tashmë ndjerë do të përfundonte orarin e punës, ata u takuan me njëri tjetrin pavarësisht në vendin ku aktualisht jemi, mirë po nuk komunikuan. Polici vazhdoi në drejtim të banesës së tij, e cila është rreth 20-30 metra larg vendit ku aktualisht jemi, ndërkaq Bela vazhdoi të ecë edhe 20 metra në drejtim të stacionit të policisë, ku pas 30 sekondash u kthye në drejtim të policit dhe përcolli atë. Në të njëjtën kohë, polici ishte në vëzhgimin e 2 personave të tjerë, Shkëlqim Kuka i ulur në vendin e shoferit dhe Edmond Lika në ulsin e pasagjerit të një veture Opel Astra, po e përcjellnin atë. Sapo polici kaloi pranë tyre, Edmond Lika kaloi në një vetur tjetër dhe nisi ta ndjek policin nga pas, duke vozitur me drita të pikura, ndonse ishte pak para mesnatës. Ndërkohë, Kuka me Opel Astrën u ndal para hyrjes së banesës policit. Më pas në operacionin e përcjelljes u bashkua dhe i mituri atëherë Rejhan Bela. Ai e ndoqi policin nga një distancë prej 15 deri 20 metrash deri në katin e dytë të objektit banesor. Pikërisht këtu, policia gjeti 4 gëzhoja të kalibrit 9.19 mm. Të shtemat sipas akuzës i kishte dëgjuar dhe bashkëshortja e policisë, e cila ndodhej në banesë duke e pritur Muhamet Likën të kthehej nga puna. Pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë se në orën 22:58 i mituri largua me vrap nga vendi i ngjarjes në drejtimin nga kishte ardhur. Aty u takua me Relin Muratin, i cili i tha bravo ek. Më pas të dy u larguan përmes rrugës Mejdi Dalloshi, e largimit të miturit u asistua edhe nga Diamant Gashi. Ndërkohë, Haki Bela, vëllai të miturit, i cili pak para vrasjes ishte përballur me policin në rrugë, rreth 14 minuta pas rastit u kthye në vendin e ngjarjes. Ai qëndroi këtu për rreth 2 minuta dhe më pas u largua. Pas zhurmës së armës, bashkëshortja e policit doli në korridor dhe më pas në ballkan. Ajo pa mjekë duke futur në vetur një person të veshur me uniformë policie. Fillimisht, një fëqenj i kishte thënë se Muhamet Lika ishte rrëzuar nga shkallët dhe po dërgohej për trajtim mjekësor. Më pas, vëllai i saj kishte konfirmuar se ai ishte plagosur. Sipas akuzës, ajo kishte shkuar në emergjencën e Kaçanikut, ku kishte parë mjekë duke i dhënë ndihmë mjekësore. Rreth mesnatës, nga personeli mjekësor ai ishte informuar se Muhamet Lika kishte ndërruar jetë. Pak orë para se bashkëshorti i saj të vdeste, rreth orës 22:45, ajo nga balkoni i banesës kishte parë se para objektit po qëndronte një vetur nga e cila kishin zbritur 2 persona me kapele në kokë, pra 2 të maskuar. Bashkëshortja e policit kishte deklaruar gjithashtu se Muhamet Lika kishte ndjerë se diçka e keqe do të ndodhte. Rreth 3-4 ditë para vrasjes, çifti kishte kaluar pranë lokalit të Haki Belës, ku kishin vërejtur disa persona të grumbulluar brenda. Ajo i kishte thënë për çudi, këta persona janë duke shndruar së bashku, ndërsa Muhameti ishte përgjigjur asaj duke i thënë diçka ka me krizë këto, se shumë janë duke qëndruar bashkë. Në deklaratën e saj, ajo ka thënë se Rejhan Bela i njihet si person problematik, i njohur për organet e drejtësisë dhe i dënuar edhe për veprën penale të dhunimit. Ndërkaq, Haki Bela e kishte njohur për shkak të punës së tij në market dhe në një filial bankar. Në dosjen e prokurorisë, të cilin e ka siguruar gazeta Insideri, nga analizimi i telefonave të akuzuarve është vlerësuar se ekziston mundësia që disa prej tyre të jenë radikalizuar ose shtyrë drejt radikalizimit fetar, potencialisht përmes kontakteve apo përfshirjes në grupe ekstremiste, përfshirë dhe ISIS-in.
Të 6 të akuzuarit kishte qëndruar në arrati për disa ditë. Para gjykatës, Haki Bela kishte deklaruar se ka pasur marrëdhënie përshëndetëse me familjen e policit Liga, duke pretenduar se vetmja lidhje me rastin është afërsia e lokalit e tij me vendin e ngjarjes dhe fakti se atë rrugë frekuenton çdo ditë. Vatan Çaka ka deklaruar se për rastin ka marrë vesh nga rrjetet sociale dhe se kishte dalë në vend ngjarje të shahë se çfarë kishte ndodhur. Ai ka pretenduar se nuk mund t'ia bënte një gjë të tillë një veterani të UÇK-s, meqense edhe prindi i tij është veteran. Edmond Dika ka thënë se ai dhe Shkëlqim Kuka kishin qelluar rastësisht në vendin e ngjarjes. Relin Burati, Shkëlqim Kukas kanë deklaruar gjë tjetër veç se kanë thënë se janë të pafajshëm.